shikues, përshëndetje. Ashtu si në Gaza, edhe në Sudan të merret po na transmeton 24/7 në rrjetet sociale, ndërsa çdo ditë më shumë po zbardhet e vërteta për fshirjes së aktorëve rajonal dhe ndërkombëtar që po ashtu qëndrojnë prapa gjenocidit në Gaza. Ditë më parë, grupi militant sudanez RSF ekzekutoi masakrën më të tmerrshme të 2 viteve luftime në këtë vend. Në qytetin El Fasher, ky grup që gëzon mbështetje të plotë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, vrau më shumë se 2000 civil vetëm për 2 ditë. E çfarë kërkojnë Emiratet në Sudan dhe pse duhet mbështetur një grup të armatosur që po mbjell terror mbi popullatën civile? Ky investim strategjik i Emirateve të Bashkuara Arabe ka të bëjë me kontrollin e rrugëve tregtare, sigurimin e resurseve minerale dhe fuqizimin e një aktori që mund të mbrojë interesat e tyre rajonale, gjithsesi interesat e Izraelit. Kuptohet, nuk ka mundësi që Izraeli të jetë jashtë këtyre tmerrave. Roli i Izraelit megjithse më i fshehtë është po aq strategjik. Përmes kanaleve të inteligjencës dhe koordinimit me Emiratet e Bashkuara Arabe, Izraeli synon të forcojë pozicionin e tij gjeopolitik në Afrikën Lindore, të monitorojë rivalet rajonal si Irani dhe Kina dhe të sigurojë kontroll mbi rrugët e rëndësishme detare në detin e Kuq. Kjo përfshirje fshet, kur kombinohet me mbështetjen e Emirateve të Bashkuara Arabe, i ka dhënë milicisë RSF një avantazh të jashtëzakonshëm në fushë betejë, duke lehtësuar kryerjen e masakrave, zhvendosjeve detyruara dhe shkeljeve të drejtave të njerëzit. Rrugët e qytetit El Fasher të Sudanit që dikur shërbenin për tregti dhe jetën e përditshme janë tani të mbushura me trupat e pajet burrave, grave dhe fëmijëve. Për më shumë se 500 ditë rrethim, qyteti ishte i uritur dhe i dëshpëruar. Tani, fal armëve dhe teknologjisë së furnizuara nga Emiratet e Bashkuara Arabe, milicit sudaneze të RSF-s e kanë kthyer qytetin në një ferr të hapur ku burrat ndahen nga gratë dhe fëmijët dhe ekzekutohen para syve të familjeve të tyre. Kjo është dëshmi se çfarë ndodh kur politika e jashtme dhe interesi gjeostrategjik vendosin të mbështesin barbarinë, duke lënë popullsinë civile të pafuqishme dhe të harruar nga bota. Rruga që dilte nga porta perëndimore e qytetit El Fasher ishte mbushur me trupa të pajetë. Ndërsa njerëzit përpiqeshin të largoheshin nga kryeqyteti i Darfurit Verior në Sudan, i cili javën e kaluar ra nën kontrollin e forcave paramilitare, Rapid Support Forces apo RSF, ata u gjendën duke ecur mes të vdekurve. Njerëzit thonë se kjo është si gjenocidi i Ruandës, tregon një dëshmitar. Një shkallë vrasjeje aq e shpejt sa është e pabesueshme. Dhe ndërsa populli i El Fasherit që kishte mbijetuar për më shumë se 500 ditë rrethim në kushte urie, përpiqej të dilte, RSF duke përdorur armë dhe teknologji që besohet se janë furnizuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, i nështroi ata para tmerrit të paimagjinueshëm. Burrat ndaheshin nga gratë dhe fëmijët dhe ekzekutoheshin. Djem 2 vjeçar vriteshin, shpesh para syve të familjeve të tyre. Pengjet mbaheshin për shpërblim, detyroheshin të kontaktonin këto që njihnin për transferuar shuma të mëdha përmes aplikacioneve bankare në telefon. Gratë, sipas dëshmitarëve që folën për Middle East Eye, u përdhunuan, u kontrolluan me dhunë dhe u sulmuan seksualisht. Disa u mbajtën peng në vend të shpërblimit. Civilët qëlloheshin në vend, të akuzuar se ishin pjesëtar të forcave të armatosura sudaneze që janë në luftë me RSF-n që nga prilli 2023. Qytetar sudanez u vranë nga luftëtarët e RSF-s për shkak të përgatigisë etnike ose ideologjisë së përcaktuar politike. Disa prej tyre që përpiqeshin të largoheshin nga tmerret e El Fasherit ranë në hendekët që rrethojnë digën e tokës përreth qytetit. Sipas Humanitarian Research Lab të Universitetit Yale, operacionet për zhdukjen e trupave janë duke u zhvilluar në El Fasher nën kontrollin e RSF-s, teksa dëshmitë e masakrave vazhdojnë të shtohen. Paramilitarët që po vrasin njerëz më shpejt se sa mund t'i varrosin, janë detyruar të përdorin varre masive. Të mbijetuarit arritën të dilnin përtej portave, fillimisht në Gurnej, jashtë portës perëndimore, e caktuar nga RSF si pikë grumbullimi për civilët që iknin. Më pas, ata ecnin në përshtigje dhe ferra drejt sigurisë relative të qytetit Tawila në perëndim të El Fasherit. Por rrugtimi i tyre ishte i mbushur me tmerr. Qindra fëmijë humbën prindërit ose u ndan nga familjet dhe mbërritën në Tawila në gjendje të mjerueshme, pasi kishin ecur rreth 70 kilometra. Mohammed Hasan nga El Fasheri
tregoi për Middle East Eye se kishte parë 10 trupa nëpër rrugë. Ai tha se kishte parë njerëz që iknin në çdo drejtim dhe luftëtarë të RSF-s që i mblidhnin dhe i pushkatonin. Jetoj jo larg Universitetit të El Fasherit. Kam parë RSF-n që mblidhte 10 njerëz brenda universitetit dhe i vriste pa mëshirë. Mund të numëroj më shumë se 40 persona të vrarë aty brenda, tha ai. Në lagjen Daraja Ula, ku shumica e civilëve ishin fshehur ditët e fundit, para se qyteti të binte, RSF hyri në shtëpi më shtëpi dhe qelloi mbi të gjithë. Ata ndanin burrat nga gratë dhe fëmijët, i fyenin dhe i qellonin burrat rastësisht. Nëse i akuzonin se ishin ushtar të Safit ose të forcave aleate, i ekzekutonin me njëherë. Në të njëjtën lagje, Human Research Lab e Jales ka identifikuar varre masive pranë një xhamie, rreth 200 metra në veri të Spitalit Saudit, ku sipas raportimeve 460 pacientë dhe shoqërues të tyre u vranë nga RSF-ja. Videopamjet verifikuara nga Middle East Eye tregojnë luftëtarë të kësaj fuqie paramilitare që lëvizin nëpër spitale duke qelluar mbi çdo që kishte mbetur gjallë. Një banor tjetër i El Fasherit tha se kishte parë njerëz të vrarë për shkak të përgatësisë etnike. Luftëtarët pyesnin viktimat: "Nga cili fis je?" Dhe kur përgjigja ishte Zakhawa, i vrisnin menjëherë. Grupi i forcave të përbashkëta përbëhet kryesisht nga luftëtarë të fisit Zakhawa, një grup jo arab që jeton në Çadin Verilindor dhe Sudanin Perëndimor. Amira, një nën nga El Fasheri, tregoi se ajo dhe familja e saj u ndaluan nga forcat armatosura me uniforma të RSF-s. Burrat u ndan dhe u vran. Gratë dhe fëmijët u detyruan të esnin për 10 orë mbi tokë të mbuluar me ferra. Njerëzit u ekzekutuan para syve tanë, tha ajo. Baballarët u vran, vëllezërit u rrëmbyen dhe gratë u përdhunuan para nesh. Në atë moment, mendon vetëm si të mbjetosh. Ata ishin si përbindësha. Ne uroja të vdisnim sepse ishim të raskapitur, tha një e mbjetuar. Sipas Amiras, përmasat e përdhunimeve ishin shkatruese. Ministri e Mirëqenies Sociale të Sudanit, Sulajma Sharif Ishak, tha se ashtu si në qytetin El Geneina, ku RSF kishte kryer masakra dhe përdhunime, edhe në El Fasher, gratë që kërkuan streh në universitet, u sulmuan dhe u përdhunuan brenda. Kreu organizatës lokale Ice for Peace and Development, Al-Tahir Suliman, tha se të paktën 3.000 njerëz janë vrarë në marrjen e El Fasherit nga RSF-ja. Mijëra të tjerë janë zhdukur. Rrjeti i mjekëve të Sudanit deklaroi se RSF-ja po mban mijëra civil brenda qytetit, duke u konfiskuar çdo mjet transporti. Syt tani janë kthyer ka Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat konsiderohen si sponsori kryesor i RSF-s. Mohamed Hamdan Dagalo, i njohur si Hemedi, e ka shndruar RSF-n në një bazë të fuqishme pushteti dhe pasurie personale, duke përfituar nga lidhjet e tij financiare me Emiratet e Bashkuara Arabe. Nga tregtia e arit deri tek rrjetet e transportit dhe bazat ushtarake në Sudan dhe Somali, RSF ka fituar mundësinë për të kryer masakra, ekzekutime, zhdukje dhe përdhunime sistematike. Ndërsa miliona sudanezë jetojnë në uri dhe tmerr, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraeli vazhdojnë të mbajnë linjat e furnizimit të armatimeve, duke e kthyer këtë konflikt në një lojë fuqie ndërkombëtare ku jeta e civilëve nuk ka vlerë. RSF nuk vepron e vetme. Ajo gëzon mbështetjen e Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilat qeveria sudaneze i akuzoi për bashkëpërgjegjësi në gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në prill të këtij viti. Sudani, që fitoi pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar dhe Egjipti në vitin 1956, u sundua për 3 dekada nga Omar Hassan el-Bashir, i cili përmbysi qeverinë e zgjedhur në vitin 1989. Bashir mbiqyri masakra, përdhunime dhe plaçkitje masive kundër civilëve në Darfur midis viteve 2003-2005, për shkak u akuzua për gjenocid nga gjykata ndërkombëtare penale. Ai u rrëzua në vitin 2019 nga ushtria pas një kryengritjeje popullore. Por hapat e vendit drejt demokracisë afatgjate u ndërpren në tetor 2021, kur komandanti ushtarak Abdel Fattah el-Burhan mori pushtetin. Udhëheci i RSF-s, generali Mohamed Hamdan Dagalo, i njohur si Hemedi, u emërua zëvendës i tij.
Qeveria e re ushtarake shpalli gjendje emergjence, arrestoi lider civil, shtypi protestat dhe nisi forcimin e lidhjeve me vendet e gjirit. Nuk dihet saktësisht kush hapi i pari zjarrin në luftën civile, por dihet që tensionet po rriteshin mes RSF-s së Hemedit dhe SAF-it apo ushtrisë së Sudanit të lidhur me integrimin e forcës paramilitare në ushtrinë kombëtare. Më 15 prill 2023, trupat e RSF-s marshuan drejt rezidencës së Burhanit. Përplasja armatosur që pasoi degeneroi në një luftë të plot civile, që fillimisht pa paramilitarët të merrnin kontrollin e pjesës më të madhe të Khartumit, duke detyruar qeverinë sudaneze të tërhiqej në Port Sudan. Më shumë se 2 vjet më vonë, mijëra sudanezë janë vrarë dhe gati 25 milion njerëz përballen me mungesë akute ushqimi, sipas zyrës OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, OCHA. Qyteti u mbajt në rrethim për më shumë se 500 ditë, derisa ra në duart e RSF-s në fund të muajit kaluar. RSF doli nga forcat e njohura si Janjaweed, një grup arabësh të mbështetur nga qeveria e Bashirit në fillim të viteve 2000 për të shtypur kryengrytjet e grupeve rebele të Darfurit që protestonin kundër varfërisë dhe marginalizimit. Ata u akuzuan për krime lufte, përfshirë ekzekutime jashtëgjyqësore, tortura dhe përdhunime në një konflikt që shkaktoi 2.5 milion zhvendosur dhe 300.000 të vrarë. Grupi u ristrukturua në RSF në vitin 2013 me Hemedin si komandant, duke u bërë një bazë e re pushteti për Bashirin, që ai mund ta përdorte kundër shërbimeve të tjera të sigurisë. Hemedi u shndrua në një miliarder me lidhje të forta financiare në Emiratet e Bashkuara Arabe, kryesisht përmes tregtisë së arit. Në vitin 2023, pasuria e tij vlerësohej në $7 miliard, ndërsa ushtria sudaneze tradicionalisht ka bazën e tij në lindjet e Sudanit. RSF është më e fortë në perëndim. Sulmet e RSF-s kundër popullsisë autoktone Masalit në vitin 2023 në qytetin El Geneina përfshin tortura, përdhunime dhe ekzekutime, duke shkaktuar akuza për gjenocid. Në prill 2024, një hetim i pavarur nga qendra Raoul Wallenberg, i mbështetur nga qeveria amerikane, gjeti prova të qarta dhe bindëse se RSF dhe milicitë e saj aleate kanë kryer dhe po kryen gjenocid kundër popullit Masali. Shumë fuqi të jashtme janë përfshirë në luftën e Sudanit. Rusia përmes grupit Wagner ka mbështetur të dyja palët. Turqia dhe Egjipti kanë mbështetur ushtrinë sudaneze. Por Emiratet e Bashkuara Arabe janë ndoshta shteti më i spikatur ndërhyrës. Pavarësisht mohimeve të tyre të përsëritura, ekziston një sasi e madhe provash që tregon se Emiratet e kanë mbështetur ushtarakisht RSF-n duke shkelur embargo të armëve. Në fillim të konfliktit, RSF kishte 100.000 luftëtar, ndërsa ushtria sudaneze 200.000. Shumë analistë ja atribojnë qëndrueshmërinë e RSF-s mbështetjes së saj nga sponsorët e huaj. Middle East Eye raportoi në janar 2024 se Emiratet po furnizonin RSF-n me armë përmes një rrjeti të ndërlikuar furnizimesh dhe aleancash nëpër Libi, Çad, Ugandë dhe rajone separatiste të Somalisë. Pasaporta emiratase u zbuluan në rrënojat e një aeroplani të lidhur me RSF-n, sipas dokumenteve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të publikuara në korrik 2024. Në maj 2025, Amnesty International zbuloi se Emiratet e Bashkuara Arabe po dërgonin armatime të avancuara kineze në Darfur, përfshirë bomba të drejtuara dhe obuset prodhuara nga kompania shtetërore kineze Norinco Group. Në tetor 2025, Agjencitë amerikane të inteligjencës raportuan se Emiratet kishin rritur furnizimin e dronëve kinez dhe sistemeve të tjera luftarake për RSF-n, sipas Wall Street Journal. Emiratet kanë 2 baza ushtarake në Sudan, një në Niala, në Darfurin Jugor, dhe një tjetër në Al-Malha, rreth 200 km nga El Fasheri, që përdoren për furnizime dhe inteligjencë. Përveç tyre, ata përdorin edhe bazën e Bosasos në Somali për transport mercenarësh kolumbian dhe ngarkesa ushtarake. Emiratet investuan shumë në Sudan në fund sundimit 30 vjeçar të Bashirit, që nga viti 2015 dhjetra mijëra sudanez luftuan për koalicionin Arabia Saudite Emiratet e Bashkuara Arabe në Yemen. Por kur Bashiri u përball me krizë të brendshme, Emiratet ndërpren ndihmën dhe furnizimet e tyre, të irrituara nga qëndrimi i tij ndaj bllokadës së Katarit dhe lidhjet me të ashtuqueturin islamin politik. Sot, Sudani i ofron Emirateve një arenë për të projektuar fuqinë e tyre në përdetin e Kuq dhe Afrikën Lindore.
Emiratet kanë interesa të mëdha bujqësore dhe minerare në Sudan, përfshirë ari, një burim që ende nuk është shfryzuar plotësisht. Emiratet janë bërë qendra botërore tregtisë së arit, në përpjekje për të diversifikuar ekonominë e tyre nga varësia nga nafta. Rrjetet e RSF-s ndihmojnë në sigurimin dhe eksportimin e këtyre burimeve. Hemedi dhe familja e tij zotërojnë një kompani ari që operon në tokat e zaptuara nga RSF-ja në Darfur në vitin 2017. Vëllai i tij më i vogël, Algon Dagalo, është biznesmen me bazë në Emirate. Emiratet gjithashtu kontrollojnë disa prona bujqësore në Sudan, të cilin e kanë pozicionuar si partner tregtar për ushqimin, mes frikës nga mungesa ushqimore në gjirin persik. Korporata më e madhe listuar në bursën e Emirateve, International Holding Company dhe Gjenan Investment Group, tashmë kultivojnë mbi 50.000 hektar tokë në Sudan. Po ashtu, Emiratet kanë zgjeruar perandorinë e tyre të porteve detare drejt Sudanit, i cili ndodhet strategjikisht në detin e Kuq, rrugë për rreth 1/3 e trafikut global të kontejnerëve. Bota është treguar shumë ngadaltë në reagim që nga nëntori 2023, kur ushtria sudaneze i akuzoi publikisht Emiratet e Bashkuara Arabe për furnizimin me armatim të RSF-s. Në sfondin e një konflikti që kalon qindra mijëra të vrarë dhe miliona të zhvendosur, Emiratet e Bashkuara Arabe përdorin rrjetin e generalit renegat libian Khalifa Haftar në Libi për t'i dërguar armë dhe pajisje ushtarake RSF-s në Darfur, ndërsa grupi rus Wagner garanton tranzitin përmes e Republikës Qendrore Afrikane. Takimet private mes kreut të RSF-s Hemedi dhe djemve të Haftarit përfshirë dhurimet milionëshe dhe kontaktet direkte me rrjetet e kontrabandës tregojnë një bashkëpunim të mirë organizuar që ka ndihmuar RSF-n të konsolidojë pushtetin dhe ka mundësuar të kryej masakrat të cilat ende vazhdojnë në Sudan. Pasi që ushtria kontrollon hapësirën ajrore të Sudanit, sfida për RSF-n dhe mbështetësit e saj, sa po filloi lufta, ishte të siguronin linjat e furnizimit me armatim. Në muajt e parë të konfliktit, zyrtar në jug të Libis dhe burime pranë forcave të komandantit lindor Khalifa Haftar, i cili mbështetet nga Emiratet e Bashkuara Arabe, i than Middle East Eye se Emiratet po e përdorin Haftarin për dërguar furnizime ushtarake te RSF-ja në Sudan. Këto burime identifikuan gjithashtu një sër bazash ajrore kyçe në Libi, nga të cilat ngarkesat ajrore dërgoheshin në Republikën Qendrore Afrikane, prej nga më pas transportoheshin toksisht drejt Darfurit. Disa ditë para se të fillonte lufta, një nga djemtë të Haftarit, Sadik, ndodhej në Khartoum për të takuar me Hemedin dhe për t'i dhuruar $2 milion një klubi futbolli me cilin lideri paramilitar ishte i lidhur. Jalel Halshui, analist politik dhe bashkëpunëtor i Institutit Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara, i tha Middle East Eye se familja Haftar ishte e vetëdijshme për ruajtjen e rrjeteve të tregtisë paligjshme që ekzistojnë midis Sudanit dhe Libisë lindore, duke përfshirë karburantin, kaptagonin, hashashin, arin, makinat e vjedhura dhe trafikun e njerëzve, dhe se kishin filluar të dërgonin ndihmë për RSF-n. Hemedi ishte i preferuar i tyre, tha Harçui për Emiratet dhe Rusinë. Ato e kanë mbështetur prej disa vitesh përpara shpërthimit të luftës. Të dy shtetet e dinin se mund ta ndihmonin pa u denoncuar nga komuniteti ndërkombëtar dhe zgjodhen pikërisht atë rrugë. Ndërsa lufta vazhdonte, rrugët e furnizimit nga Libia u zhvendosën për shkak të monitorimit ndërkombëtar. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka vendosur një embargo armësh për Sudanin Perëndimor, e cila u rinovua në mars. Musa Tehusai, antari i Partisë së Ndryshimit të Libis dhe studiuesi i çështjeve afrikane, i tha për Middle East Eye se mbështetja ushtarake që kalonte nga Libia lindore dhe jugore drejt Sudanit kryhej kryesisht përmes grupit rus Wagner, i cili transportonte armë të avancuara dhe pajisje ushtarake si raketa Sam-7 dhe sisteme kundërajrore me ngarkesa ajrore nga qyteti Kufra. Sjellja operative ndryshonte vazhdimisht, tha Harçui. Edhe volumi ndryshonte, por rrjedha e ndihmës kurrë nuk pushoi. Emiratet dhe Rusia gjithmonë kanë pasur synimin që Hemedi të fitojë, që nga dita e parë. Darfuri, rajoni i gjerë në perëndim të Sudanit, prej nga RSF-ja u ngrit nga milicit Xhanxhawit të përdorura dikur nga shteti për të shtypur rebelimin,
Kufizohet gjithashtu me Çadin dhe Republikën Qendrore Afrikane. Në Republikën Qendrore Afrikane, qeveria e presidentit Faustin Archange Touadera varet nga forcat e Wagnerit për mbështetje ushtarake në luftën kundër rebelëve. Grupi rus ndihmoi gjithashtu Touaderan të fitonte referendumin që i mundsoi të kandidojë për president pa kufi mandatesh. Burimet e opozitës në vend i than Middle East Eye se mercenarët e Wagnerit ishin të përfshirë në tranzitin e armëve përtej kufirit drejt RSV-s në Darfur. Furnizimet ndonjëherë, por jo gjithmonë, fluturonin nga Libia. Abdu Buda, zëdhënës i rebelëve të Unionit për Paqen e Republikën Qendrore Afrikane, tha: Wagneri dhe qeveria e Republikës Qendrore Afrikane janë të interesuar të sigurojnë pozicionin e ratit të tyre në Sudan, që është RSF-ja, ndaj kanë dorëzuar sasi të mëdha armësh përmes kufive Sudan, Republika Qendrore Afrikane. Në të njëjtën kohë, Emiratet po përpiqeshin të ndikonin qëndrimin e qeverisë së Çadit, e cila friksohej nga destabilizimi që mund shkaktonte lufta në kufijtë e saj dhe e shihte RSF-n si një grup që mund të ndihmonte në ndryshimin e regjimit në Çad. Mohamed Idris Deby, udhëheqësi ushtarak dhe presidenti i përkohshëm i Çadit, u takuan në N'Djamena në fillim të korrikut me një këshilltar të Mohammed bin Zayed dhe Abdurrahim Dagalo, vëllain dhe njeriun e djathtë të Hemedit, sipas Hudson dhe një analist i ushtarak perëndimor. Sipas Hudson, Emiratet i ofruan Debyt më shumë se $1 miliard për ta shtyrë Çadin drejt mbështetjes së RSF-s. Dhe gjatë verës 2023, qyteti i largët çadian, Amdjaras, nga vjen familja Deby, u kthye në një qytet të lulëzuar, sipas një burimi pranë zyrtarëve lokal që konfirmoi vëzhgimet e Hudsonit. Deri më 30 shtator, faqja ndjekjes së fluturimeve Gerion regjistroi 109 fluturime ngarkesash që vinin nga Emiratet, ndalonin shkurt në Entebbe të Ugandës dhe vazhdonin drejt Amdjaras. Më pas, Gerion çaktivizoi llogarinë e tij pas një incidenti të fundit që, siç deklaroi, e bëri të mos ndihej më i sigurt. Sipas New York Times, Amdjaras u bë zemra një operacioni të fshehtëm të likuar, të drejtuar nga Emiratet për të mbështetur RSF-n, duke furnizuar me armë dhe dron të fuqishëm, duke trajtuar luftëtarët e plagosur dhe duke transportuar rastet më të rënda drejt njërit prej spitaleve ushtarake të këtyre. Por fluturimet nga Uganda në Çad mund të gjurmohen, ndaj RSF-ja dhe mbështetësit e saj po përpiqen t'i fusin ngarkesat në hapësirën ajrore të Sudanit, ku ato nuk mund të ndiqen. Fluturimi i 6 gushtit drejt Kordofanit të Veriut, të cilin Middle East Eye ndoqi në 2 skajet me ndihmën e videos së dërguar nga burime lokale, duket se ishte pjesë e kësaj përpjekjeje për dërguar furnizime drejt për drejt në Sudan. Megjithse ai fluturim u ul, disa ditë më vonë sulmet ajrore të ushtrisë i dhan fund kësaj rruge, deri në mesin e nëntorit, kur ushtria rifilloi bombardimet në Hamrat el Sheikh, duke besuar se RSF-ja po sillte përsëri furnizime ajrore. Kompania Bar Aviation, pronare avionit të shfaqur në video, drejtohet nga CEO Barak Orland, një biznesmen izraelit që ka jetuar në Ugandë për gati 2 dekada. Ai ishte i afërt me familjen e presidentit ugandez Yoweri Museveni. Pozicioni i Sudanit përgjatë detit Kuq e bën vendin një qendër strategjike për Tel Avivin, duke i mundësuar monitorim të rivalve rajonal dhe zgjerim të ndikimit inteligjent. Duke ndihmuar RSF-n, Izraeli synon të konsolidojë praninë në bririn e Afrikës, në Sahel dhe rrugët e rëndësishme detare, duke përdorur konfliktin lokal për të riformësuar aleancat në mënyrë që të favorizojnë interesat e tij. Angazhimi i Izraelit nuk është një faktor sekondar, ai intensifikon dhunën dhe pengon diplomacinë. Për civilet, kjo do thotë shkatrim të vazhdueshëm, zhvendosje masive dhe krime sistematike. Përfshirja e errët e Izraelit në Sudan po ngre alarmin në të gjithë Afrikën dhe lindjen e mesme. Nga kanalet e fsheta të inteligjencës deri te kontaktet direkte me forcat e mbështetjes së shpejtë, RSF, Tel Avivi duket se po formëson në heshte rrjedhën e konfliktit vdekjeprurës në Sudan. Në një intervistë për Quds News Network, Kipso Diallo, studiues panafrikan me bazë në Kairo, i specializuar në çështjet politike afrikane, paralajmëroi se lidhjet e Izraelit me aktorët sudanez bëjnë më shumë se sa të ndikojnë balancën e fuqisë në terren.
Ato ushqejnë dhunën, mbrojnë kryerësit nga llogaridhënia dhe kthejnë Sudanin në një arenë për fuqitë rajonale dhe globale. Diallo shpjegoi se raportimet në rritje mbi lidhjet e inteligjencës midis Izraelit dhe RSF-s kanë pasur një efekt të dukshëm mbi rrjedhën e konfliktit, veçanërisht në Darfur dhe qytetin e rrethuar të El Fasherit. Edhe pse është vështirë të verifikohet e gjithë përmasa e këtyre lidhjeve, dëshmi nga inteligjenca afrikane dhe perëndimore dhe mediat tregojnë për kanale komunikimi indirekte që ofrojnë mbështetje logjistike dhe sigurie. Sipas Diallos, nëse këto raportime janë të sakta, një bashkëpunim i tillë ka rritur kapacitetin operacional të RSF-s, duke mundësuar fushatat koordinuara ushtarake, rrethimet qëndrueshme dhe një nivel më të lartë kontrolli në terren. Kjo, tha ai, ndihmon për të shpjeguar aftësinë e RSF-s për dominuar pjesë të Darfurit dhe për të kryer shkelje të rënda të drejtave të njerëzit, përfshir vrasje masive, zhvendosje detyruar dhe sulme sistematike ndaj civilëve. Për të implikimeve ushtarake, Diallo argumentoi se këto marrëdhënie kanë ushqyer një ndjenjë pandëshkueshmërie brenda udhëheqësisë së RSF-s. Lidhjet me aktorë të fuqishëm të huaj, qoftë agjenci inteligjence apo rrjete private, ofrojnë mbulesë politike dhe ulin presionin për llogaridhënie, tha ai. Mbështetja jashtme, shtoi ai, zgjat luftën, dobëson përpjekjet e ndërmjetësimit dhe kthen luftën e brendshme të Sudanit në një skenë për konkurrencë rajonale dhe rivalitete proksi. Diallo vuri në dukje se përfshirja e Izraelit në Sudan shkon përtej konsideratave taktike apo bilaterale. Pozicioni strategjik i Sudanit përgjatë detit të Kuq, një rrugë thelbësore tregtare dhe energjetike globale, e bën atë një nyje qendrore në përpjekjen e Izraelit për të konsoliduar praninë e tij në bririn e Afrikës dhe rajonin e Sahelit. Duke thelluar lidhjet me aktorët sudanez, Izraeli kërkon të sigurojë rrugët detare, të monitorojë rivalet rajonale si Irani dhe Kina dhe të zgjasë gjurmën e tij të inteligjencës në gjithë Afrikën. Ky angazhim përshtatet në strategjinë më të gjerë afrikane të Izraelit, tha Diallo, e cila synon të riformësojë aleancat rajonale që historikisht kanë mbështetur kauzën palestineze. Ai shtoi se Tel Avivi kombinon fuqinë e fortë përmes partneriteteve ushtarake dhe inteligjence me mjetet e fuqisë së butë si ndihma zhvillimore dhe diplomacia për të riformësuar gjeopolitikën afrikane në favor të tij. Diallo gjithashtu tregoi për interesat ekonomike dhe të inteligjencës të shteteve perëndimore që kanë fuqizuar në mënyrë indirekte RSF-n. Shumë nga këto qeveri, tha ai, e shohin Sudanin kryesisht si një çmim gjeostrategjik, të pasur me arë dhe minerale të rralla dhe të pozicionuar në një rrugë kyçetare, në vend se si një krizë humanitare. Ai theksoi se disa rrjete perëndimore kanë toleruar ose madje kanë përfituar nga tregtia e paligjshme e arit sudanez, i cili trafikohet përmes kanaleve të monitoruara nga inteligjenca perëndimore. Kjo përfshirje e heshtur, tha Diallo, tregon se shpesh fitimi dhe fuqia mbizotrojnë mbi konsideratat morale. Në opinionin e tij, fuqitë perëndimore mbajnë linja komunikimi të hapura me gjitha palët në luftën e Sudanit për të ruajtur levën përballë ndikimit rus dhe kinez. Kjo qasje, argumentoi ai, prioritizon një koncept të ngushtë të stabilitetit mbi drejtësinë dhe të drejtat e njerëzit. Diallo përfundoi se angazhimi i Izraelit në Sudan formon pjesë të një strategjie me shumë shtresa që përzihen operacione inteligjence, pozicionim gjeopolitik dhe ndikim rajonal. Këto lidhje, larg se të jenë faktor sekondar, intensifikojnë dhunën, pengojnë diplomacinë dhe minojnë llogaridhënien. Çdo rrugë e vërtet drejt paqes në Sudan, tha ai, duhet të njohë këto rrjete të jashtme si pjesë të strukturës së vetë konfliktit, jo si aktor periferik. Ishte kjo tëra të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.